Këto janë 5 shenjat që do të martohen në vitin 2026. Yjet paralajmërojnë dasma, unaza dhe zotime të sinqerta për 5 shenja të privilegjuara në botën e dashurisë. Në 2026 qielli duket gati të hedhë petale mbi disa nga shenjat më me fat të horoskopit. Romanca bëhet më e zjarrt, angazhimet më serioze dhe planet e dasmave shumë më pranë se sa që mendoni. 5 shenja do të përjetojnë jo vetëm emocionet e pos, por edhe gjithë rrëmujnë e bukur të përgatitjeve, puthjeve para altarit dhe nisjes së një kapitulli të ri në jetë. Demi. Për Demin 2026 të vjen si një vit qetësie emocionale dhe vendimesh të mëdha. Dyshimet zhduken, ndërsa vetbesimi në marrëdhënie rritet ndjeshëm. Rreth mesit të vitit yjet ju shtyjnë drejt hapave serioz, përfshirë edhe martesën, me Venusin që ngro zemrën dhe bisedat për të ardhmen, që duken më të lehta se kur Demi hyn në fazën më të ëmbël romantike. Beqarët, nga prilli deri në korrik duhet të mbajnë sy të hapur, një person që ndryshon gjithçka mund të trokas papritur në derën e tyre. Gaforia. 2026 është viti realizimeve të mëdha për gaforet. Ajo që dikur ishte ëndër tani kthehet në një ndjenjë të fortë dhe reale. Shanset për të krijuar familje dhe për të organizuar një dasmë madhështore janë ekstremisht të larta. Beqarët mund të takojnë personin e duhur në rreth të ngushtë përmes familjes, miqve të afërt apo takimeve të vogla që duken krejt të zakonshme. Virgjëresha. Durimi i Virgjëreshës më në fund shpërblehet me Jupiterin në krah. Viti sjell lehtësim, qartësi dhe mundësi të arta për të folur për martesë apo për të nisur familje. Balanca mes karrierës dhe jetës së zemrës më në fund vendoset. Nga shtatori deri në dhjetor, shumë virgjëresha mund të marrin propozim zyrtar. Intuita u theq rrugën. Nëse zemra thot po, është momenti juaj. Bricjapi. Serioziteti zakonshëm i Bricjapit zbutet në 2026. Saturni sjell energji ideale për lidhje të forta dhe të qëndrueshme. Shumë Bricjap mund të gjejnë dashurinë përmes punës apo synimeve të përbashkëta, edhe ata që mendojnë për një martesë të organizuar me ndërmjetësim e kanë vitin ideal për ta finalizuar. Peshqit. Romanca tek peshqit shpërthen fuqishëm. Lidhja hyjnore mes Neptunit dhe Jupiterit fuqizon ndjenja të forta dhe harmoni shpirtërore. Nëse keni pritur personin e duhur prej kohësh, 2026 vjen me dhuratën që keni kërkuar. Martesat, fejesat dhe angazhimet e sinqerta janë më të mundshme nga Marsi deri në gusht. Për shumë peshq, ky është fillimi i një rruge të re, të mbushur me dashuri dhe plot kuptim. Nëse besoni vërtet tek yjet, ky vit do të sjell shumë unaza që do të shkëlqejnë në dritën e diellit dhe dashuria do të jetë protagoniste absolute.